Ibn Kajimi thot, kur Ademi alayhi salam e kundërshtroi urdhrin e Allahu xhaleshanuhu dhe hangri nga pema e ndaluar, dhe ai menjëherë, pra Ademi alayhi salam, filloi të vrapoje në xhennet, e Allahu ju drejtua Ademit alayhi salam duke i thënë: o Adem, a ikëm prej meje? Ademi ju përgjigj: jo o Zot, por më vjen turp para teje, më vjen turp nga mëshira ite. Thot: o Adem, afrohu dhe mos ki turp nga unë, nga se xhennetin e kam përgatitur për ti dhe për ummetin tënd dhe për bijtë tuaj, por do zbresësh në tokë e të përmallohesh për mua, të nënshtrohesh ndaj madhështisë time, e më vonë do të fusi përsëri në xhennet. E i thot Allahu i madhruar: o Adem, a do të kishe dëshirë që une të mbrojsha ti dhe ummetin tënd që mos bëni mëkate? Thot: po o Zot. Thot: jo o Adem, sikur mos bëjshi mëkate, atër kude shfaqja mëshirën ose rahmetin tim? Kuj do t'ja shfaqja mëshirën time? E kuj do t'ja tregoja bujarin time? O Adem, thot, një thirrje e zemrës me nënshtrueshmëri ndaj Zotit të madhruar është e më e dashur se sa miliona vepra të cilat nuk bëhen për hir të Zotit. Një thirrje e zemrës, nënshtrim ndaj Allahu xhaleshanu gjatë gjitha ibadeteve që i bëjnë, është e më e dashur tek Allahu xhaleshanu se sa ibadetet me miliona ibadete, nëse nuk bëhen në emrin e Zotit. Prandaj kanë thënë dietarët islam, nëse një vepër të mirë nuk e bën për hir të Allahut, atëherë hiq dorë nga kjo vepër se nuk kesh problem. Ibn Kajimi thot, një rënkim i gjinaqarit është e më e dashur tek Allahu xhaleshanuhu se sa vepra të mirat që bëhen për si e paqe. Një thonje: pse e bëra këtë mëkat, është më e dashur tek Allahu xhaleshanuhu se sa vepra të mira që bëhen për filanin dhe kistekin. Pra, kjo fjalë, nderuar i vëlla, tregon nënshtrueshmërinë ndaj Zotit xhaleshan. Në momentin që të nënshtrohet zemra ndaj Zotit xhaleshanuhu, dije se je i afër tek Allahu xhaleshanuhu. E sa na nënshtrohet, sa na thihet zemra kur krijojmë ibadete, kur japim, kur ndihmojmë tjerët. Pikpyetje që çdo njeri prej nesh mos i dalim prej xhamie, ti drejtohet vetes së tij se sa ishte zemra ime e nështruar gjatë faljes së këtij namazi. Sa ishim të nështruar përderisa e bëm këtë vepër.